Në biblioteken Marin Barleti në Shkodër u promovua sot libri më i ri autorit dhe filozofit Mark Zadeja, Forca e Mendimit 2, një përmbledhje me rreth 3000 sentenca filozofike. Autori foli për thelbin e veprës, duke theksuar se mendimi filozofik është aftësia e njeriut për të shndërruar idetë e tij në udhërrëfyes të qartë për jetën dhe realitetin. Është një libër afërsisht po plot si shtrimi i mendimeve, sentenca të ndryshme, të cilët unë kam vite që kam shkruar dhe vazhdoj të shkruaj. Në librat që janë pranuar në Bibliotekën Nacionale Gjermane, që ndodhet në Leipzig, aty janë pranuar edhe 5 libra tjerë. Në këtë libër, Forca e Mendimit numër 2, është një libër me 3000 sentenca të ndryshme, ku parathanjen e saj e ka bërë një nga filozofët më të mëdha që njeh sot Gjermania, Erika Nelore Euler. Një sentencë e parë e librit mund thuhet kur një popull sulmohet, por është i aftë hesht, është shumë i rrezikshëm. Zadeja u ndal gjithashtu tek ndryshimet kryesore mes librit Forca e Mendimit të parë dhe Forcës së Mendimit të dytë. Forca e Mendimit numër 1, për shembull, ka dallim se nuk kena të bëjmë me plagjatur këto. Aty sita gjermane është shumë e hollë, nuk lejon plagjaturën. Forca e Mendimit numër 1 e 2 dallon se aty janë të dy, si një si dy së bashku janë 6000 mendime. Aty nuk ka në zgjat për bashkën me tjetër. Nëse një mendim përsëritet, atëherë do të thotë se nuk e arrit. Shkrimtari Mark Zadeja lindi në Shkodër në një familje shkodrane, prej vitit 1992 deri më sot jeton e punon në Gjermani dhe është nënshtetas gjerman. Zadeja është autori i librit Forca e Mendimit, Kolidromeno, Vogëlushja dhe Qyteti i Vuajtjes.